bëje vetë, kjo është rubrika që intrigon shumë shikues, kryesisht vajzat dhe gratë që në ndjekin, jemi me Stelën, mirë se erdhe Stela. Mirë se u gjeta dhe s'është e vërtet vetëm vajzat dhe gratë edhe meshkujt. Ashtu? Ne kemi dhe këtu rreth e rrotull në report që na pyesin kur mbarojmë recetat që ta përdor pak të mask, nuk po themi emra, po interesante dhe kjo pjesë. E dim tregojmë sot. Atëherë, sot kam menduar 3 maskat të thjeshta dhe të shpejta. Kemi këtë skrabin, duke qenë që jemi gjithmonë të ekspozuar tani me ato fundet e shkurtra në plazh me rroba banjot, edhe pse mos a kemi atë lëkurën e lëmuar si bebe. Her pas here ne kemi treguar skrabe të ndryshëm, po që mos të mërziten zonjat me të njëjtin skrab, pse jo mos i ndryshojmë her pas here. Kështu që kam menduar një skrab, një recet që është më konsistent. Do me thënë, edhe bën skrabin, edhe lan trupin. Dhe këtu kemi shtuar sapunin atë shampon e trupit. Dhe pa humbur kohë po them për ingredientët, se mua më merr çike euforia e maskave dhe harroj gjithmonë masat e produkteve që përdorim. Kemi sheqerin, vaj kokosi, vaj vitamin E, rozmarina edhe shampo e trupit. Të gjitha këto do t'i përzjejmë bashk dhe po ta shikoni janë të gjitha hidratuese, sheqerin e dim shumë mirë sa skrab të mirë si eliminon atë lëkurën e vdekur, e bën atë lëkurën si bebe. Kështu që pa më humbur kohë po filloj. Do hedhim 2 lugë të vogla sheqer, ne thjesht po e tregojmë si... Po tregojmë një mas të vogël. Një mas të vogël. Shtohen ato. Sigurisht që në shtëpi mund ta përgatisim më shumë dhe kjo duronte 1 javë, 2 javë pa problem. Hedhim... Pra e përgatisim njerë dhe e përdorim gjatë ditëve. Hodhëm 2 sheqer, 2 lugë të vogla sheqer, 2 lugë të vogla vaj kokosi, do hedhim shampon e trupit, 2 lugë gjithashtu. Hedhim... Hapim pak vëndin që të ketë kamerë. Vajin e vitaminës E. Janë kapsula që gjënden kollaj në farmaci. Kudo janë? Kapsula me vitamin E. I japin elasticitet lëkurës, që përdoren dhe për fytyrën shumë. I përzjejmë këto përbërës. Edhe për aromë, i hedhim rozmarinën. Tani rozmarinën... Mirë është që ta grim, po tani për shkak të kohës dhe pa mundësi që kemi. Nuk ka nevojë edhe ta grish neki, sepse ne përgatisim në darkë dhe përdorim të nesërmen. E lëshon ato aromën e të freskisë. Edhe aromën, edhe ato efektet të mira të rozmarinës, se nuk është vetëm për aromë. Ja. Edhe kështu nga ana vizive del një gjë shumë e bukur. Këtë hedhim në një kontenitor me kapak. Në frigorifer? Jo, nuk ka nevojë në frigorifer, le vendosim te produktet që mbajmë neve për të Nëse doni që t'jetë si më... Frigorifer në fakt do të ngri kokosi dhe do t'a ketë të vështirë, po me këto temperatura shkrin kollaj dhe është me freskët për ta freskuar trupin dhe për ta pastruar. Maska është gati. Ky skrab natyral është edhe hidratues, edhe ushqyes, edhe të lanë, sepse ka dhe shampon, kështu që nuk ka nevojë më vonë që ne të lajmë trupin, me këtë i bëjmë të... Benefitet e një skrapi të trupit patjetër që janë të shumta, duke patur parasysh me largimin e qelizave të vdekura, duke lëmuar, duke i dhënë lëkurës një pamje më uniforme, më të shkëlqyeshme, më elastike, kështu që her pas here skrapi bën punë, po është e vërtetë. Vjen në forma të ndryshme në varësi të problemit që kemi. E mira është që mos të lodhemi, sepse po ta përdorim vetëm një herë, sigurisht që nuk ka rezultate dhe megjithëse të skrabi jep rezultat të menjëhershëm, duket lëkura në fakt, është e vërtet kjo gjë, po sa më shpesh ta përdorim edhe kur jemi me pushime. Mos marrim ato ingredientët, ato sapunet ose këto produktet e mëdha edhe kimikate që quajmë neve. Në pushime kemi pak sheqer, pak vaj kokosi, ja ku bëj një skrap i shpejt.